Ilaç për trurin, jashtat e erëzat e fuqishme që ju mbrojnë nga humbja e kujtesës dhe stresi. Aktiviteti i trurit është unik te çdo individ dhe mund të krahasohet me gjurmët e tij të gishtave. Kur njeriu zgjohet nga gjumi, truri i tij arrin të prodhojë mjaftueshëm elektricitet sa të ndezë një dhamë të vogël. Truri është organi me përmbajtjen më të madhe yndyrore, që arrin deri në 60%. Kjo është arsyeja pse një regjim ushqimor i pasur me acide yndyrore siç janë omega 3 dhe omega 6 është thelbësore për shëndetin e trurit. Përveç acideve yndyrore, truri ka nevoja të mëdha, të cilat plotësohen dhe nëpërmjet barishteve dhe erëzave. Në këtë video, sipas Healthline, do të listojmë disa nga bimët dhe erëzat më të mira për shëndetin e trurit, të cilat fare lehtë mund të përfshihen në dietën tuaj ushqyese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Trëndafili i egër. Kokrat e trëndafilit e egër janë bimë medicinale me efekte të fuqishme për organizmin e njeriut. Trëndafili i egër është një element që duhet të përdoret në mekanizmat mbrojtës të trupit. Mund ta përdorni si çaj duke shtypur 4 deri në 5 kokra trëndafilit të egër, t'i zjeni dhe më pas ta konsumoni atë. Sherebela. Sherebela është një bimë mjekësore shumë e mirë për kujtesën. Studimet më të fundit mjekësore kanë konfirmuar se sherebela është e rëndësishme për shëndetin e njerëzve që vuajnë nga Alzheimeri. Sherebele mund ta konsumoni në formën e çajit, duke e zjerë një filxhan çaji me 7 deri në 8 gjethe të freskëta sherebelës ose edhe 2 lugë gjethe të thata. Nëse preferoni, mund ta ëmbëlsoni edhe me mjaltë. Bari i bletës. Sipas të dhënave, bari i bletës është një barishte shumë e mirë në përmirësimin e funksioneve dhe aftësive të trurit. Ajo rekomandohet kundër ankthit dhe pagjumësisë. Kanella. Kjo erëz e superfuqishme përmban shumë veti të larta antioksiduese. Ajo lufton inflamacionin dhe e bën njeriun më të vëmendshëm dhe gjithashtu edhe më vigjilent. Thjesht aroma e kanellës ka aftësinë të përmirësojë funksionet e trurit. Ajo konsiderohet si një element i mirë për trajtimet kundër sklerozës. Mund ta përdorni gjithashtu edhe në formën e çajit. Piperi i zi. Piperi i zi përmban piperin, një substancë natyrale që përmirëson funksionin e trurit dhe zbut simptomat e depresionit. Majdanozi dhe trumza. Këto barishte përmbajnë apigenin, e cila është shumë e rëndësishme për formimin e neuroneve. Sipas studimeve, rekomandohet përfshirja e tyre si çaj në trajtimet kundër depresionit dhe Alzheimerit. Rozmarina. Aroma e rozmarinës i jep shtysë pozitive trurit dhe një nuhatje të vetme. Acidi karzonik, që është përbërësi aktiv i rozmarinës, mbron trurin nga radikalet e lira dhe ishemia. Ndaj përfshirja e këtyre erëzave në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit të kujtesës, gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të tyre. Përveç erëzave të cilat mund t'i shtoni në dietën tuaj, ka edhe ushqime të cilat janë shumë të vlefshme për proceset e kujtesës dhe të menduarin. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj mund të shtoni çokolladat. Prezenca e shtuar e kakaos e bën atë një ushqim të mirë për personat të cilët duan të kenë një kujtesë të fortë. Antioksidantët të cilët përmban çokolata i detyrojnë më së shumti elementit flavonol, që ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element më shumë i gjejmë te çokolata e zezë. Peshku. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçanti edhe për shëndetin e trurit. Një racion peshk të paktën një herë në 3 ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura me vitaminën B6 dhe vitaminën B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Arrat, gështenjët dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat mund të ndihmojnë për shkak të funksioneve të tyre për shëndetin e trurit. Në dietën tuaj mund të shtoni paprikë edhe përfshirjen e frutave. Frutat e të gjitha llojeve, por më të rëndësishmet janë manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi, të cilat janë shumë të rëndësishme në procesin e kujtesës suaj. Të gjitha këto fruta në raport me trurin janë konsideruar si super të rëndësishme që mund të mbajnë larg komplikacionet.
Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, sikur ai gjithë trupi fillon të pësojë një farë atrofizimi senil. Por nëse shumë nga ne kujdesen që në hapat e parë të mbrojnë në shëndetin e tyre, atëherë do ta kenë më të lehtë të mbrojnë në shëndetin e trurit dhe të parandalojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Është e rëndësishme që të konsumoni ushqime të duhura në dietën tuaj, pasi vetëm në këtë mënyrë do të mbroni aftësinë e kujtesës. Vezët për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve, vitaminës B12 dhe lektinës ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu, edhe kolina, e cila është një përbërës të kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në procesin tuaj të kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezëve çdo ditë, kryesisht në formën e tyre të zjerë, sipas ekspertëve të Healthline, është një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën, gjithashtu edhe për të mbajtur të shëndetshëm trurin tuaj. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe çajin. Bëni mirë që të harroni kafe në mëngjesit, dhe është më mirë që në vend të saj të përdorni gjithashtu edhe çajin. Çaji i zi, akoma më mirë, ai i jeshil, i cili është i pasur me katekin, është një përbërës shumë i fuqishëm, i pasur me antioksidant shumë të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit. Ndaj edhe mund të luajë një rol pozitiv në procesin tuaj të kujtesës dhe të mbajë larg gjithashtu problemet e arresës. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit MNZ janë gruri, misri, orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme për recetat dedikuese, janë po aq të mira edhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, e cila nga ana tyre ndikon në përmirësimin e funksioneve të trurit dhe gjithashtu furnizimin e tij me gjak. Ekspertët tregojnë se, sipas moshës që jeni, ashtu edhe duhet të shtoni drithrat në dietën tuaj. Sa më të pasur ta keni dietën tuaj të rregullt, aq më shumë përfitime do të merrni edhe nga ushqimet e duhura. Sigurohuni të konsumoni të gjitha ato ushqime të cilat i përshtaten më mirë shëndetit tuaj, dhe mbi të gjitha do t'i japin një mbrojtje më të mirë të kujtesës. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe vaji i ullirit. Shkencëtarët tregojnë se konsumi i vajit të ullirit ekstra të virgjër mbron aftësinë tuaj të kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon gjithashtu të menaxhoni më mirë peshën tuaj trupore dhe të mbani larg gjithashtu nivelet e yndyrnave të këqija. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit në dietën tuaj ju ndihmon të menaxhoni dhe të kontrolloni më mirë sasinë e sheqerit në gjak, të lehtësoni gjithashtu edhe problemet tuaja të depresionit dhe problemeve të ndryshme kronike. Andaj, pasurimi i dietës suaj me këto produkte sa më natyrale mund të jenë një mburojë shumë e mirë e shëndetit tuaj të trurit. Por në dietën tuaj nuk duhet të ngelet pas as përfshirja e peshkut siç është salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat janë thelbësore për shëndetin tuaj të trurit. Këto acide paksojnë inflamacionin dhe gjithashtu stresin oksidativ. Ato gjithashtu do të luajnë një rol të mirë pozitiv kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj sigurohuni të konsumoni produktet e duhura në dietën tuaj për të luajtur një rol pozitiv kundër këtyre inflamimeve. Është e rëndësishme që në dietën tuaj të mos mungojnë as arrat. Arrat janë një nga frutat më të pasura me yndyrna omega 3. Arrat konsiderohen se janë të pasura me acide alfa-lineolike, acide me bazë yndyrore dhe bimore. Gjithashtu ato janë një mburojë shumë e mirë e shëndetit tuaj të trurit dhe mund të luajnë një rol pozitiv kundër procesit të rënies së njohjes. Ekspertët thonë se njerëzit të cilët konsumojnë arror mjaftueshëm në dietën e tyre do t'i ofrojnë trurit një ushqim mjaft të mirë edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve. Ndaj, duhet t'i përfshini ato si duhet në dietën tuaj në mënyrë që të keni një kujtesë më të fortë, më të shëndetshme dhe të vuani më pak gjithashtu nga komplikacionet e shëndetit tuaj. Ekspertët tregojnë se ndjekja e kësaj rregullore dhe konsulta me mjekun janë në çelësi për një kujtesë më të fortë edhe në pleqëri. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video
ka në për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu